Përshëndetje, besoj se gjithë jeni kureshtar të punën e shtojër Klerung. Tani për fat, kam arritur që të komunikoj në formë telefonike me një shtojë operate shqiptar, të na ndihmojë të gjithë dhe të kemi një orientim ku po shkojmë, çfarë do bëjmë, ose çfarë faturash të ruajmë, se ne shpesh si shqiptar nuk i durojmë dot dokumentat, faturat, letrat, që thash po pyesim dikë që të bëhemi edhe pak më koshient dhe bëu aki gjermanizohemi çik në këtë pikë. Përshëndetje. Shumë faleminderit që pranove ta bëje këtë bisedë telefonike me mua sot. Të lutem. Okej, atëherë mos të zjatemi shumë, po dal direkte në temë. Kush është i detyruar të bëj deklarimin e taksave ose shtojër e Klerung këtu në Gjermani? Jo të gjithë janë të detyruar. Detyrim kanë zakonisht personat me 2 ose më shumë punë në të njëjtën kohë, personat me shtojë klase 3 dhe 5, çiftet e martuara, personat që kanë marrë Kurzarbeitergeld, Elterngeld, Arbeitslosengeld të shkallës parë, personat që janë Selbstständig ose Freelancer, personat që kanë të ardhura shtesë, që do të thotë qira, investime, punë anësore. Do me thënë, ne si familje, si qift, jemi 305, jemi të detyruar ta bëjmë. Po, sakt jeni detyruar ta bëni. Edhe mbas periudhës së Elterngeld ose periudhës së prindërimit, unë prap jam e detyruar ta bëj. Për sa kohë jeni 305, jeni përsëri të detyruar të bëni shtojë Klerung. Po në momentin që unë jam në periudhën e prindërimit, po jam 4 dhe 4, je i detyruar sepse merrni akoma Elterngeld sado jeni 4 dhe 4. Okej, do të thënë siç i marrim do t'i japim prap. Okej. Kjo varet nga shumë faktorë, ndoshta merrni, ndoshta edhe mund t'i jepni. Për sa kohë je i detyruar nuk mund ta shmangësh mos deklarimin. Po, nëse unë, siç e kam në plan të hap biznesin tim dhe ndoshta muajt e parë do jem 0-0, është e detyruar që ta bëj shtojër Klerung ose unë jam 0-0, pse duhet ta bëj? Po jeni të detyruar ta deklaroni. Për sa kohë je i deklaruar në financam dhe për këtë arsye të ka ardhur një shtojë numër si i vetë punësuar ose freelancer, edhe pse nuk keni xhiro vjetore për atë shtojë numër që ju keni hapur, jeni të detyruar ta deklaroni. Përndryshe ju vjen një gjobë. Dhe këshilla është që pavarësisht se jemi 0-0, duhet ta deklarojmë, ta informojmë financamtin. Po jeni të detyruar ta deklaroni. Okej. Kush nuk është i detyruar, por ja vlen që ta bëj? Edhe nëse nuk je i detyruar, shumë njerëz e bëjnë sepse marrin para mbrapsht. Për shembull, nëse ke shpenzime për transport pune, kurse ose Ausbildung, kompjuter për punë, ose telefon pune, Arbeitszimmer, dhomë pune në shtëpi, shpenzime mjekësore, zhvendosje për punë, këto quhen Werbungskosten dhe ulin taksat në mënyrë indirekte sepse ulin të ardhurat. Kuptoj. Do me thënë nëse unë jam 1, 4, 2 dhe 6, ju rekomandoni që është më mirë ta bësh sepse kemi paguar më shumë dhe ka shanse më të larta që të marrim diçka mbrapsht. Shtojë klase 1, 4, 5 dhe 6 në asnjë rast nuk favorizojnë individin. Me pak fjalë përherë taksohesh më shumë se që mund të taksohet një normë normale. Dhe për këtë arsye, ky deklarim është vullnetar dhe vullnetar në aspektin që personi duhet ta marrë vetë iniciativën ta deklarojë që të ketë mundësinë të marrë një pjesë të këtyre taksave që ai ka mbi paguar. Kuptoj. Duke qenë se jemi te kjo temë, unë doja të dija çfarë faturash ja vlen t'i ruajmë, se unë e para shpesh i hell treqerekun e faturave dhe kjo na bën të marrim më pak, besoj. Faturat kryesore që ne si individ duhet t'i ruajmë janë shpenzimet mjekësore dhe në shpenzimet mjekësore bëjmë pjesë si vizitat mjekësore në mjet privat, ashtu edhe recetat mjekësore që ne paguajmë për të blerë ilaç. Këto ulin të ardhurat tona. Besoj se jo vetëm unë, po edhe shumë nga ndjekësit e mi në kanalet e rrjeteve sociale, duhet kënë të njëjtin problem. Ne dërgojmë shpesh para në Shqipëri.
A llogaritën tonë shtojë Klerung, apo s'ka asnjë shans? Lekët bëni mirë që ja dërgoni familjarëve tuaj, por që të njihen si shpenzim, ato duhet të marrin një dokument nga institucionet në Shqipëri që ato janë në nevojë financiare për këto lekë që ju po i dërgoni. Dhe rrezikshmëria që këto mos të quhen si shpenzime është 50-50. Është mirë që t'ja dërgoni në mënyrë institucionale, do thotë Western Union ose MoneyGram. Do të thënë të dokumenta duhet bëhen në Shqipëri dhe të sillen në Gjermani, që ne të kemi një shans për të marrë. Okej. Edhe një pyetje të fundit. Pse duhet ta bëjmë ne me një shtojër beratër dhe jo me një aplikacion deklarimin e taksave? Kësaj pyetje mund t'i përgjigjem me një shembull konkret dhe ky është në një klient që kemi pasur, kishte deklaruar të ardhurat e tij, por nuk kishte deklaruar mini jobin. Dhe nga financanti ishte kërkuar arsye pse nuk ishte deklaruar mini jobin dhe ishte vënë një job për kace. Pra mini jobi ka raste që duhet deklaruar dhe ka raste që nuk deklarohet. Kjo është një rast specifik që shpesh njerëzit nuk e dinë dhe këtë e vërteton dhe kryen vetëm shtojë beratëri. Tema e gjobave është një temë shumë e gjerë. Unë të falenderoj për këtë mundësi që më dhe të telefononin bashkë, të ndihmoj edhe mua, por dhe gjithë komunitetin që unë kam krijuar në rrjetet sociale dhe të uroj një ditë sa më të mbarë. Faleminderit. Ju falenderoj dhe unë dhe shpresoj që të kem ndihmuar sadopak me këto pak tema që ne trajtuam në këtë telefonat. Ja, pra të dashurit e mi, nëse ju keni pyetje të caktuara, më shkruani, më thoni dhe pse jo ndoshta mund të ritelefonojmë nëse do na ripranoj. Uroj që kem ndihmuar sadopak, ju dhe veten mbi të gjitha, ju përshëndes të gjithëve. Mirupafshim. Me informacionin e duhur, emigracioni bëhet më i thjeshtë. Abonohu që ta kalojmë këtë